do t'i rikthehemi edhe njëherë situatës së rreshjeve në vendin tonë, ashtu sikurse e kemi thënë që prej orës 9, situata paraqitet problematike në disa zona. Kështu, rreshjet intensive të shiut që kanë përfshirë thuajse të gjithë vendin kanë shkaktuar problematika në disa zona, duke rikthyer përmbytjet e banesave dhe blokim të përkohshëm të rrugëve, ashtu sikurse duken edhe në këto pamje, janë disa banesa të përmbytura dhe rrugë të blokuara për shkak të vërshimit të ujit. Kështu, në Hamallaj të qytetit të Durrësit raportohet për 3 shtëpi të përmbytura deri në këto momente. Në fshatin Skafan raportohet për vërshim të ujit në disa banesa dhe në Ishëm ka raportime për vërshime të ujit në disa rrugë të zonës atje. Në Bashkinë Kurbin, si rezultati rreshjeve dhe prurjeve jashtëzakonisht të mëdha nga malet, situata paraqitet problematike në njësinë administrative Mamura, sidomos në fshatin Droj dhe Shpërdhet, ku pas vërshimeve të ujit ka vërshuar më pas edhe në disa banesa dhe jo vetëm në rrugë. Gjithashtu, në një segment të përrojit të qytetit, uji ka dalë nga shtrati, pasi punimet e rikonstruksionit nuk kanë përfunduar ende. Firma e kontaktuar ndodhet në terren për stabilizimin e situatës në rrugë, ndërkohë që sipas njoftimit nga salla operative Kurbin në shkollën Mamurasit, si rezultat i ujit në oborë është ndërprer mësimi. I gjithë territori i qarkut të Kukësit, ashtu sikurse bëhet me dije nga autoritetet, vazhdon të jetë i përfshirë nga rreshje të shiut me intensitet mesatar deri të lartë. Këto janë pamjet të mbërritura në redaksinë e Ora News, ku si pasojë e rreshjeve, rrugët nacionale kanë qenë në trysnin e rënies së gurëve dhe inerteve. Subjektet kontraktore kanë punuar gjatë gjithë kohës për pastrimin dhe mbajtjen funksionale të tyre. Gjithsesi, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme normalisht, ndërkohë që këto janë pamjet për sa i përket disa banesave, sidomos në zonën e qytetit të Durrësit, ashtu sikurse e tham, janë 3 shtëpi të përmbytura. Në Bashkinë Kukës, Tropoj dhe Has nuk raportohen problematike emergjente, ndërkohë që qarku i Kukësit furnizohet me energji elektrike përveç disa zonave, sikurse janë fshati Kolosian, njësia administrative Bicaj, Grykçaj, Shishtavec, fshati Manz, njësia administrative Kolsh dhe pashtu fshati Turaj, njësia administrative Topojan. Mirëpa, është kjo situata e rreshjeve në vendin tonë, të paktën deri në këto momente, sikurse kanë raportuar edhe autoritetet përsa i përket situatës së rreshjeve që ka përfshirë territorin e vendit tonë me përmbytje të mëdha në Mat, ashtu sikurse raportohet janë evakuar 7 antarë të një familje. Situata në Bashkinë Mat është rënduar si pasojë e këtyre rreshjeve nisur nga orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, ndërkohë që sipas informacioneve nga strukturat vendore në fshatin rreth bazë, një banesë është përmbytur ndërsa familja është evakuar tashmë. Mirë, ne në fakt do të jemi në përditësim të informacioneve që na vinë në redaksinë e Ora News përsa i përket situatës së rreshjeve në vendin tonë, ashtu sikurse e kemi bërë të ditur. Janë raportuar probleme edhe në Bashkinë Dibër, ku disa njësi administrative janë pa energji elektrike për shkak të stuhisë dhe të rreshjeve të dendura të shiut. Mungesa e furnizimit me energji ka prekur njësin Kala e Dodës, Slov, Zaldar, Dreç, Lur dhe një pjesë të njësisë Arrëz, Fushçidh, ndërkohë që këto janë pamjet përsa i përket disa rrugëve ku vërshimi i ujit është dukshëm në një sasi të lartë.